21 mars. Pse kjo vonesë? Perëndia, si u foli së lashti etërve në shumë pjesë dhe në shumë mënyra në profetët, në këto ditë të fundit na foli në Birin, të cilin e vuri trashëgimtar të gjitha gjërave dhe nëpërmjet të cilit edhe bëri gjithësinë. Hebrejve 1:1 deri në 2. Ka shumë mënyra për ta përshkruar kohën në të cilën jetojmë. Epoka e shekullit të 21, postmoderne, e globalizuar, teknologjike, por e thënë thjesht dhe qartë, ne jetojmë në ditët e fundit. Kjo frazë mund të tingëlloj shumë e çuditshme ose emocionuese, në varësi të familiaritetit që kemi me të. Në të vërtetë, mund të ketë përshtyellim të madh rreth idesë së ditëve të fundit. Beslidhja e re e përdor këtë frazë thjesht për të përshkruar kohën mes ardhjes së parë dhe të dytë të Jezusit. Jezusi ka ardhur dhe Jezusi do të vijë. Dhe ne jetojmë mes këtyre dy etapave të mëdha në historinë e shpëtimit. Shfaqja e tij e parë e solli mbretërinë e tij mbi tokë dhe i inauguroi ditët e fundit si një realitet aktual. Jeta, vdekja, ringjallja dhe lartësimi i tij, të gjitha tregojnë për frymën e Perëndisë në veprim. Dhe nëse fryma e Perëndisë është në veprim, Jezusi na mëson se atëherë arriti te ju mbretëria e Perëndisë. Mateu 12:28. Prandaj, Jezusi flet në kohën e tashme kur e fton një turm njerëzish që ta pranojnë mbretërinë e Perëndisë. Marku 10:15, Luka 18:17. Ai nuk po flet për hyrje në një sferë të ardhshme, por në një realitet të tanishëm, në sundimin dhe mbretërimin aktual të vet Jezusit. Prandaj, mbretëria është tani. Mirë po mbretëria është gjithashtu edhe në të ardhmen. Diçka që ne presim me padurim në të ardhmen, e cila do të inaugurohet plotësisht me kthimin e Zotit Jezus. Në ardhjen e tij të dytë, Jezusi do ta vendos plotësisht mbretërinë e tij. Në atë kohë, ai do t'i mirëpres besimtarët duke u thënë: "Trashëgoni mbretërinë që ka qenë përgatitur për ju që nga themelimi i botës." Mateu 25:34. Dhe vendi do të mbushet me njohurinë e Zotit, ashtu si ujërat mbulojnë detin. Isaia 11:9. Mbretëria që erdhi për herë të parë me mbretin e saj në të kaluarën, do të vijë plotësisht me të gjithë përsosmërinë dhe lavdinë e saj në të ardhmen. Prandaj, i krishteri jeton në këtë dimension të ndërmjetëm, të quajtur ditët e fundit. Ata që janë në Krishtin i përkasin krijimit të ri. Mirë po ata ende nuk i kanë marrë të gjitha përfitimet dhe bekimet e atij krijimi të ri. Ndërkohë, besimtarët jetojnë në epokën e tanishme, në një botë të rënë, të karakterizuar nga mëkati, duke pritur me padurim epokën që do të vijë. Atëherë, pse duket kaq e gjatë koha midis ardhjes së parë dhe asaj të dytë të Krishtit? Pse kjo vonesë? Sepse Perëndia e ka vonuar qëllimisht kthimin e Jezusit, në mënyrë që më shumë njerëz të kenë mundësinë për të dëgjuar fjalët që ka thënë ai, për t'u penduar dhe për të besuar. 2 Pjetrit 3:9. Ditët e fundit janë ditët e mundësisë për të hyrë në mbretëri përpara se dera të mbyllet. Me që e dim se në cilën epokë jetojmë dhe se ardhja e kujt do t'i jap fund asaj, çfarë lloj njerëzish duhet të jemi, 2 Pjetrit 3:11. Në shkrim na thuhet: "Përpiquni që të gjendeni prej tij në paqe, të panjollosur dhe të pa tëmet, dhe durimin e Zotit ton çmojeni si shpëtim." Vargu 14 deri në 15. Me fjalë të tjera, nëse ditët e fundit përfundojnë sot dhe Zoti Jezus kthehet në lavdinë e tij, siguroni që t'ju gjej duke jetuar në një mënyrë që e kënaq atë dhe duke u përpjekur të gjeni mënyra për të thënë fjalë që e shpallin atë.